E verdhë për furosemid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti kur jeni me diabet dhe keni nivel të rritur të sheqerit në gjak. Furosemid mund të rritë edhe me tej sheqerin e gjak. Gjithashtu, furosemid pengon efektin e barnave antidiabet, kryesisht atyre që merren nga goja. E sqaruar, në rast se jeni me diabet dhe filloni të përdorni edhe furosemid, dhe kjo shoqërohet me rritje të madhe të sheqerit në gjak, ndonë se ju po mjekoni korrekt, po respektoni dietën dhe regjimin e përcaktuar nga mjeku endokrinolog, dyshimi është se furosemid mund të ketë ndikuar në këtë rritje, ndaj konsultojini me mjekun tuaj për të vlerësuar sa më parë situatën. Kjo është një shortës, informacionin e plot e gjeni në playlist të kanalit YouTube Semafori i Barnave, kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Jeni të mirëpritur. Mos harroni të bëni subscribe.